Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët ndjekun rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj thot Imam Tahawi rahmetullahi alaihi wa la yushbihu al-anam. Dhe krijesat nuk i ngjajnë Allahut të madhruar te baraka wa taala. Krijesat nuk i ngjajnë Allahut. Ka për qëllim me i kundërshtue ato fraksione të cilat e kanë përngja krijuesin me krijesat apo e kanë përngja krijesat me krijuesin. E Allahu i madhruar ka thënë: "Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Nuk ka diçka që është sikur se Zoti. Nuk ka diçka që e përngjan të madhit Allah. Ai nuk krahasohet me krijesat e tjera. Wa huwa as-sami'ul basir, dhe është që ndëgjon dhe që shef. Por kjo nuk do të thotë me mohua sifat apo cilësit, që shimohojnë bidat gjitë, fraksionet e cilat kanë qitë bidate. Ka thënë Ebu Hanifja në fikun e tij të madh, Fikul Akbar, ne kemi thënë fillim se Fikul Akbar, Ebu Hanifja është i pari për muslimanët i cili ka shënue në lidhje me akiden, me imanin e libër, dhe ka nda Fikul Akbar dhe Fikul Asgar, fiku i madh dhe fiku i vogël. Dhe fiku i madh ka për qëllim imanin Allah në madhërum, dhe ka përshkruan të akiden besimin e ehli sunetit të bazuar në Kur'an dhe në sunet. Ka thonë Allahu pas të mëshiruar, dhe Allahu u la yushbihu shay'an min khalqihi, nuk i ngjan asnjë krijesë të tij. Pastaj thot, dhe cilësitë të madhe të Allah janë cilësitë të cilat janë jo të njëjta, nuk janë të përputhura me cilësitë e krijesave të tij. Ashtu që Allahu din, por jo si dija jonë. Pra cilësohet me dije është fjala. Allahu yaqdir, ka fuqi, pra cilësohet me kudret, me fuqi, por fuqia ti nuk është sikur se fuqia jonë. Allahu shef, por jo sikur se të pamërit tonë, sepse ne shohim para, do të me pasë dritë, dohet me qeni fokusun, i koncentruar për me pa, dhe shumë gjëra tjera mangësit të cilat ne i kemi si krijesa. Ndërsa Nuaim bin Hamad ka thënë Allahu pas të mëshiruar, ai i cili e përngjan Allahu në madhrum me diçka për krijesave të tij, ai ka bë kufër, ka mohu Allahun. Edhe ai i cili e mohon apo mohon diçka që ka Zoti ka përshkruar vetën e vet me ndonjë cilësi, pra Allahu ka thënë se është i fuqishëm dhe dikush ja mohon fuqinë, se Allahu shef ja mohon të pamurit, se Allahu dëgjon dhe ja mohon të dëgjuarit, se Allahu din dhe ja mohon dijen e të tjera, i ka bë kufër. Edhe se nuk ka diçka që ka përshkruar Allahu azza wa jall vetën e tij, po dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu në madhruar që i përngjan krijesave të tij në mënyrë absolute. Ka thënë Ishaq bin Rahawayhi, ky është një prej ulemave të vjetër të selefëve edhe të hadithit, më shumë, ai i cili e përshkruan Allahun e madhruar me diçka dhe përngjan atë me krijesat e tina, ai është kafir, ka bë kufër të madh te Allah te bareke ve taala.
Pra ka pas fraksione të cilat i kanë mohuar në krejtësisht, rënjësisht, cilësit e të madhe të Allah Azza wa Jall, sikurse që kanë qenë disa zanadika e thënë atyne që janë dalë për dinit faktikisht të rebeluar, apo kerameta është një fraksion të cilat gjithashtu kanë dalë për dinit krejt, shumë prej filozofëve dhe të tjerë, e kanë mohuar cilësitë e Allahut. Për atë arsye kanë thonë nuk thuhet se Zoti është i dijshëm, dhe nuk thuhet se Zoti është i fuqishëm. Dhe se ai i cili e quan Zotin me diçka të tillë, ai është mushabbih. Mushabbih do të thonë po e përngjan me krijesë, me ndonjë krijesë për krijesave të mëdha të Allah Azza wa Jall. Mirë po, ngjajshmëria në emër nuk do të thotë ngjajshmëri në realitet, sepse fuqi ka Allahu, fuqi kemi edhe ne, edhe kjo është sek më herët, por të fuqia Allahu dhe fuqia jo ndallon, të pamërit Allah dhe të pamërit to ndallon, edhe kështu me radhë. Këto është edhe diçka me rëndësi me cek që ka cek Ebu Hanifja dhe kanë cek të tjerë, rahmetullahi alejhim, se disa prej fraksioneve, se Gjehmit, Mu'tazilet, Rafidit janë shia të fjala, kanë thonë se ata të cilët i përshkruajnë të madhin Allah, i përshkruajnë cilësi dhe sifate, kanë për qëllim sunnet ehle sunnetin, ata janë mushabbihe, dhe janë mujassime, ata përngjajnë Allahun e madhruar me krijesat e tina, dhe po japin Zotit trup. Për atë arsye ata kanë për qëllim edhe medhhebet tona, të cilat janë dalura prej fiqhut islamit, për atë arsye gjen librat e tyre thotë, të cilët thojnë, dhe ka njerëz të cilët quhen Maliki, duke bazuar në njëri prej tyre që quhet Malik, dhe ka njerëz prej atyre që Zotit japin trup, quhen Shafii, dhe ka njerëz prej atyre të cilët Zotit japin trup, quhen Hanefi. Pra, ato fraksione i qesin ehle sunnetin prej dinit krejt. Thojnë këta i kanë përshkruar të madhe të Allah, cilësi, sifate, veçori, emra. Dhe faktikisht ai po bën sikurse Zoti me ka njeri, hasha. Mujassime e kanë dhënë Zotit trupin. I kanë bërë Zotit trup, dhe si të tillë ata nuk janë din të Allahut hiç. Pra sipas tyne, ne ehle sunnet nuk jemi në Islam kërkon. Në realitet, ata në kundërshtim me Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu taala alaihi wasallam tamam. Kjo është pak një temë paksa filozofike. Në vazhdim thot Imam Tahawi rahmetullahi alaihi, që tash më kapshme, hayyun la yamut wa qayyumun la yanam. Allahu është i gjallë, nuk vdes. Dhe Allahu është mbajtës dhe rregullues i gjithësisë, nuk flan. Pra pasi e mohoj se Allahu nuk i përngjan krijesave të tij, tash vazhdon me tregu se me çka Allahu i madhruar përshkruhet. Me çka përshkruhet Allahu? Përshkruhet Allahu se Allahu është i gjallë. Dhe se Allahu Azza wa Jall është mbajtës dhe rregullues i kësaj gjithësie. Hayyun qayyum. Këta hayyun qayyum është mirë, është shumë mirë, është shumë me vlerë. Dhe çdo musliman, shumë e rëndësishme çdo musliman me ditë. Emnin dy emra për emrave të Allahut, Hayyun Qayyum, El Hayyul Qayyum, dhe këta dy emra thuhet se janë për emrave më të mëdha të madhit Allah Azza wa Jall. Por para se me shku atje, ka thonë Allahu Azza wa Jall, Allahu la ilaha illa hu El Hayyu El Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm.
Allahu është një, nuk ka zot tjetër pas tij. E pastaj përshkruan vetveten, ai vetë për vetveten e vet. El Hayy është i gjallë. El Qayyum është ai i cili e mban vetveten e vet. Është rregulluesi i kësaj gjithësie. S'ka nevojë për askë. Ai nuk flan. Për ata në vazhdim ka thonë la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, nuk e ka plan atë as kotja e as gjumi. Dhe ka thonë Allahu Azza wa Jall, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq. Fillim këtë fillimi surës Al Imran. Allahu është një, nuk ka zot tjetër pas tij, huwa al-hayyul qayyum, ai është i gjallë dhe është mbajtës. Dhe ka thonë Allah në surët At-Taha, wa anat al-wujuhu lil-hayyil qayyum. Dhe janë drejtuar fytyrat, janë krijuar këta njerëz për Allahun e gjallë, el-hayyil qayyum, i cili është mbajtës dhe rregullues i çdo gjëje. Qëllimi është se Allahu i madhruar e ka përshkruar vetveten se është i gjallë dhe nuk vdes, edhe se është mbajtës i kësaj gjithësie me këta dy emra të mëdhenj, nuk flan dhe nuk kotet. Për ata pejgamberi ka thonë hadith, inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allahu nuk flan, dhe as që i përket lartë madhërisë së tij të flaj, sepse s'ka mundësi dikush që është Zot me fjet ai që është Zot e krijesat e tij, çka më bë pastaj? Pastaj ai i cili flan, pse flan? Ai që flan sepse është lodh, sepse ka nevojë pushu. Këto janë cilësi të mangëta, lodhja, nevoja për pushim, nevoja për diçka që ai varron trupin tënë, që është gjumi. Këto janë mangësi, e Allahu është i zhveshur prej mangësive. E krijesat e Allahut janë të mangëta, për atë arsye të flajnë. Pra Allahu është i gjallë, Tebareke wa Taala, dhe nuk vdes. El Hayyu El Qayyum, i cilësuar me këtë cilësi e cila është e përkryer, i gjallë. Ai është i gjallë dhe nuk vdes. Tana krijesat e tij vdesin. Për atë arsye jeta e kësaj dynjaje quhet se është jetë e mangët, si njeriu me qenë fjet. Herë është qut, herë është fjet dhe do të më dek. Jetë e mangët. Gjallëri e mangët. Ndërsa Allahu është i gjallë, gjallëria e tij është e plotë, të përkryer në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Po mirë, njerëzit në botën tjetër ata janë gjallë për gjithmonë. Allahu është gjallë për gjithmonë në botën tjetër. Bota tjetër fjala për neve, se për Allahun është njëjtë. Allahu është gjallë, po dhe ne jemi gjallë, çka dallon? Po prap dallon. Se dhe jetë gjallëria jo në botën tjetër, anëpse është sahih për gjithmonë, por është me lejen e Allahut Azza wa Jall. Allahu e shtyn dhe bën njeriu të jetë për gjithmonë në botën tjetër. Prapë është e pamvarur. Prapë është e mbarur. Dhe si e tillë është e mangët. Pra të arsye prapë është në gjallërinë të madhe të Allah, sepse Allah duhet të mbetet mbi krijesat e tina, me cilësitë e tij. E Allahu edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Dhe çdo herë gjallëria e tij është absolute, sepse është i pamvarur, është e plotë, është e përkryer. Ndërsa Al-Qayyum, Allahu i madhruar, është ai i cili qëndron vetë, mbajtës dhe rregullues çdo gjëje, nuk ka nevojë për askën, ton ka nevojë për Allahun Azza wa Jall. Këta dy emra, El Hayy El Qayyum, thamjen përmenën në Kur'an këto 3 sure. Surët Al-Baqara, në ajetin e Tesbidovës, në ajetul Kursi. Pastaj fillim të surës Al Imran dhe surët Taha janë për emra më të mëdhenj të Allahut. Sa që thuhet, e pyetyn Hasan Basriu ka thonë se emri më i madh i Allahut është El Hayy El Qayyum. E është një hadith atje ku ja vlen më cek, më për mja kujtu se pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, ai i cili lut Allahun
me emrin e tij më të madh, Bismihil A'zam, me emrin e tij më të madh, Allahu nuk ja kthen duan. Nuk ja kthen duan. Por emrin e tij më të madh e kam shef Allah. Nuk na ka tregu. Me qëllim e kam shef. Mënyrë që njerëz mos më fokusohet që ata e mjalon mongu emrat e tjerë. Se Allahu don me lut me të emrat. Herë me atë, herë me atë, herë me atë, herë me atë. Herë me thonë i mshirshëm, herë me thonë i butë, herë me thonë i madh, herë me thonë o fuqi plotë, o i gjithë mshirshëm, o false, o bujare. Ran me lut me emrat e të madhe të Allah. Tebareke ve Teala. E kam shef emrin e tij të madh. Për atë arsye, kjo ka qenë gjithmonë për i fillimit të dunjas. Për ata nëse kujtohet në tefsirat e që ka ardhë në suratul fund, suratul Araf, Belwar bin Ba'ura, që ka qenë një njeri që Allahu Azza wa Jalla ja ka mësue emra të mëdhej. E thuhet se ja ka mësue këtë emën. Edhe kemi cektën të fësira atje. Kër e ka lutë Allahun me te, është përgjigj. Por e ka bë kufër mas andej. Allahu ka thonë, in tahmilhu alayhi yalhath aw tatruku yalhath. E ka përngja me qenë. Nëse ka qenë këtë musë është tregimin vete. Do të them se gjithmonë emri i madh i Allahut ka qenë gjithmonë, edhe ati që ka desh me mësu Zoti këtë emën, me lut, ai nga njëre ka lut, ka mundësi edhe këta. Allahu frymëzon robën e vet, me lut në emrin e tij më të madh, ai nuk e din që të lut në emrin e tij më të madh. Se don Allahu për me pranu duan. Se do që të jetë pa zënu shumë. Thuhet se këta dy emra, Al-Hayyul Qayyum, janë emrat më të mëdhenj të Allahut. Tebareke ve Teala. Më të mëdhenj. Për atë arsye është mirë me lut Allahun shumë. Dhe pejgamberi shumë e ka lut. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmetike astaghith. O i gjallë, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmetike astaghith. Dhe o ti që i mbajt dhe qëndrushëm e qëndron e mban krejt këtë gjithësi rregullues, bi rahmetike astaghith, me rahmetin tënd kërkoj ndihmë. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dhal Jalali wal Ikram. Me lutë Allahun Azza wa Jall. Kur të bëni dua për emrave të Allahut me i përdor shumë ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Pra Qayyum në vetën e vetë ka ngërthen ezelin, dhe me thonë Allah është i pa fillim, edhe për gjithmonë i pa mbarim, dhe se Allahu është ekzistues, që ekziston vetë vetiju, i pa nevojshëm për askënd, dhe se Allahu gjithmonë është i njëjtë, dhe ai nuk ndryshon asnjëherë. Ndryshimi nuk është i madh i Allah. Për derisa të krijesat e tij ndryshimi është prezent. Nuk ka krijesë Allahut që nuk është në ndryshimshmëri, në vazhdimshmëri të ndryshimit, ndërsa te Allahu ja. Këtë përmban emri tina El Qayyum, Tebareke ve Teala. Për atë arsye, pse këta dy emra janë në Ajetul Kursi, edhe cilësi dhe emra tjerë që ka cekë i madh i Allah Azza wa Jall, mu për këtë shkak, Ajetul Kursi është ajeti më i madh në Kur'an krejt. E nuk është më i madh se është më i gjatë, por është më i madh sepse përshkruan emrat e të madhit të Allah, Tebareke ve Teala, dhe përshkruan cilësitë e Allahut Azza wa Jall. Pra, Allahu është i gjallë, ai që është i gjallë, vetveten e vet ngërthen edhe cilësitë dhe emrat e tjerë. Se i gjalli shef, e i gjallin dëgjon. E i gjalli punon, është aktiv. Allahu është aktiv në krijesat e tij, Tebareke ve Teala. Të në emra tjerë futën në këtë emër, El Hayyu dhe El Qayyum, në këta dy emra të mëdhenj të madhit Allah Azza wa Jall. Pastaj ka thonë Allahu është Khalikun bila hajatin wa razikun bila mu'natin.
është krijues i panevojshëm për askënd. Është furnizues pa kur farë mundi, lodhje dhe vështërsi. Është krijues. S'ka pas nevojë me kriju askënd. Njeriu bën diçka se ka nevojë. Njeriu e marrë në shpinë se ka nevojë. Njeriu bën që mos me lindë dhe një fëmijë se ka nevojë. Ka nevojë. E nevoja e shtyn njeriu me bërë gjëra të ndryshme gjatë jetës tij. Te Allah nuk ekziston kjo. S'ka nevojë Allah për kurrë. Pra, pa pas nevojë, por me dëshirë dhe me mëshirë ka krijuar çdo gjë. Për ata theme Allah është krijues, por i panevojshëm, nuk ka pas nevojë, jo nga nevoja e tij që ka kërkuar me kriju diçka. Ka thënë Allahu Azza wa Jall: "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar njerëzit e as gjinët për tjetër vetëm të më adhurojnë mua. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Nuk dua prej tyre rrezik. S'kam nevojë. Wa ma uridu yut'imun, as nuk du prej tyre të më ushqejnë mua. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizues. Ar-Razzaq është ai që jep shumë. Për atë arsye ar-Razzaq e amnes bën me pas. Se Razzaq është ai që jep pa kufi, dhe s'harxhohet, edhe s'lodhet, edhe si kushton kur gjë. E kjo s'mund të jetë njeriu. Razzaq është emën për emrave të mëdha të Allah që duhet ta ketë veç Allahu. Sa ai jep shumë. Te baraka wa taala. Pra Allah I ka kriju njerëzit dhe ka kriju gjinnet. Nuk kërkon prej tyre me ushqy, se s'ka nevojë Allah të ushqehet. Allahu është ai që jep furnizim te baraka wa taala. Dhe ka thënë Allahu: "Ya ayuhan nas, o ju njerëz, antumul fuqara'u ila Allah." Ju jeni fuqara te Allahu. Jeni dvarfër. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu është I pasur dhe është falendërues, la ilaha illa Allah. Ju jeni dvarfër. Njeriu është I varfër, edhe ai që milioner, miliarder, le të jetë çka të jetë, është pa fuqara. Ai është I varfër. I pasur është Allahu Tabaraka wa ta'ala. Ai huwa al-ghani wa huwa al-hamid. Ai është I pasur dhe është falendërues. Pra, Allah I madhruar, ai është krijues dhe është furnizues dhe nuk ka nevojë për askë. Dhe ka në hadith kutsi të Abu Dharr që thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka thënë Allahu Azza wa Jall: "O robtemi", hadith është në hadithin e gjatë: "Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a." O robtemi, sikur se I pari ju dhe I mbrami ju dhe njerëzit edhe gjinnet krejt me qenë në zemrën njeriu më të devotshëm, mua pushtetin nuk ma shtani, nuk shtohet Allah të pushteti. "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a." O robët e mi, sikur se I pari ju dhe I mbrami ju, edhe njerëzit, edhe gjinnet krejt, po të ishin në zemrën njeriu më të keq, prap nuk ma pakson mua fare pasurinë. Pra ndash bëhnu të mirë, ndash bëhnu të keq, Allah është I pavarur. Kjo është arsyeja, ky është qëllimi I këtij hadithit. Ndashit bëni kufër, ndash këtë falenderën e të madhin Allah Azza wa Jall, dhe 24 orë Zotit të rrinë sejdë. Dhe Zotit pasurinë që ashtani, e keni për veti. Po të njëjtën gjë dhe këtë nëse bëjnë kufër, audhu billah, Allah të s'ja paksojnë, sepse është I pavarur për krijesave të Tij te baraka wa taala. Dhe ka thënë Allahu: "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataytu kulla insani mas'alatahu ma naqasa dhalika 'indi illa kama yanqusu al-makhit idha udkhila al-bahr." O robët mi, sikur se I pari ju dhe I mbrami ju, edhe njerëzit e ju, edhe gjinnet krejt bashk për një herë, me dalë në një vend dhe më mlut mua se cili çka të ka dëshirë dhe unë tanëve me javdhan,
nuk pakohet mu nga pasuria ime, nga mulki, nga pushteti im, aq sa pakohet me fut gjelpanën e ndetit, sa merr ujë, sa pakon për detit, ç'është pakohet për pasurisë time, la ilaha illallah. Ka thonë pastaj Imam Tahawiu rahmetullahi alayhi, mumiton, Allahu është ai cili jep vdekjen krijesave të tij. Ai cili jep vdekjen krijesave të tij, pa kundërshtuar askush. Mumit, dhe për emrave të Allahut është mumit. Dhe Allahu është bajthun bila mashaqqatin, është ai cili ringjall pa vështirësi, i vdes krijesat e tij dhe i ringjall krijesat e tij. Vdekja, mumit, i vdes krijesat e tij, është diçka prezente, e krijuar. Don me thonë se përkundër filozofët që ka thonë vdekja nuk është e krijuar. Vdekja është e krijuar. Allahu ka thonë alladhi khalaqa al-mauta wal haya. Ai që ka krijuar, ai që ka khalaqa, ai që ka krijuar al-maut, vdekjen, wal haya, dhe jetën. Liyabluwakum, për të sprovuar juve, ayyukum ahsanu amala, cili po bëni më mirë. Cili më vepër mirë. Vdekja është e krijuar. Për atë arsye kanë hadith pejgamberit alayhi salam se vdekja në ditën e kiametit, jo ditën e kiametit, po mos të hinë njerëzit në xhenet, edhe në xhenem, sillet vdekja në formë të një dashi, formë të krijese. Kjo është e krijuar, por është në mënyrë abstrakte, jo konkrete. E Allahu kur të do e shndron në formë konkrete, pra shndron trup. Sikurse veprat e njeriut nuk janë konkrete, janë abstrakte. Por a ka ardhur hadith pejgamberit alayhi salam se njeriu kur futet në varr dhe pyesin Munkar wa Nakir, robën e Zotit, i vjen vepra e tij në formë të një djaloshin me pamje të bukur, apo me pamje të rishtuar. Dhe ky vdekur i thot, kush je ti? Që fytyra jote po jap myshdë pa përgëzën, unë jam puna jote e mirë. Apo të kundërtën, kush je që fytyra jote po tregon se në të keq diçka, jo me të përgëzu, me të shashtrisë, me të merru, thot, unë jam vepra jote e keqe, la ilaha illallah. E atëherë thot, i pari, o Zot, bën e kiametin, e ky dytë thot, o Zot, mos e bë kiametin. Qëllimi është se dhe vepra si vepër nuk është konkrete, është abstrakte, por Allahu e shndron konkrete, bën në trup dhe shef njeriu veprën e vet në formë trupit në ditën kur të nën varr. Bile e shef prap kur del para Allah ditën e gjykimit, sepse veprat matën ato, kanë marrë në peshoj, mu vendosen peshoj. E mu vendos peshoj, s'në vendos diçka që është abstrakt, është konkret. Për atë arsye, lidhur me këtë çështje kanë diskutuar, po e kanë kundërshtuar si Mu'tazilet dhe disa fraksione tjera se s'ka peshoj në ditën e gjykimit. Pse? Ka thonë peshoja për çka vyn? Mizani. Ka thonë Allahu, "Wa nadha mawazin al-qist", dhe ne sjellëm peshojat e drejtësisë në ditë kiametit. E cekni me Kur'an. Ka thonë jo sepse veprat e njerëzve nuk janë në trupa, në peshojat me vendos një trup, me men, me logjik shnush, smut për shnush, fjala me logjik që pa u bazuar në Kur'an dhe në hadith. Qashtu është në esencë, në peshoj vendose trupi, por pësa vështirë është për Allahun e madhruar veprat e njerëzve me shëndruar në trupa, dhe pastaj që të trupa me i qitë në peshoj dhe me matë, cila pa peshën gjënohja se vapja. Për atë arsye ka nërë hadithet e pejgamberit alayhi salam, se këtu sene, këtu gjërat të cilat vërtet janë abstrakte, në ditën e kiametit shëndrohen konkrete, po edhe Kur'ani shëndrohet në trup konkret. Për atë arsye pejgamberi ka thonë për shembull për surët Al Imran dhe surët Baqara, ka thonë vin edhe sira për mi robën e Zotit i cili ka lexuar Kur'anin në këtë dynja. Dhe kështu me radhë, pra Allahu është ai i cili i vdes krijesat e tina, te bareke wa taala, pa kundërshtuar askush. Kush kundërshton Allahun?
Kush e thot Allahut pse e morë shpirtin filanit e filanit e filanit. Dhe Allahu është ai i cili ringjall pa farë vështirësie, por për vdekje, për vdekjet krijesave dhe ringjallje, natyrisht vijnë edhe kapituj tjera që ku futet edhe për kiamet për botën tjetër, por këtu vetëm ka desh në cek atë se Allah përshkruhet me këto dy emra te bareke ve taala, dhe se vdekja diçka që ka krijuar i madhi Allah azza wa jall për të kundërshtuar ato fraksione dhe bidatxive të cilët kanë thënë se ato janë abstrakte, nuk janë të krijuara në realitet puna e vdekjes. Wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa